E vetmja ndeshje e javës së 21 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll që nuk është luajtur këtë të shtunë është ajo mes Lushnjës dhe Burrelit. Përballë këtyre dy skuadrave do të zhvillohet të dielën e 1 shkurtit në stadiumin Roza Haxhiu të Lushnjës. Ndërkohë matjanët kanë vijuar me seanca stërvitore rregullisht gjatë gjithë javës për të qenë në formën më të mirë të mundshme në përballjen e javës së 21. Stafi teknik me në krye Samuel Nika i ka dhënë porositë e fundit për skuadrën në mënyrë që të mos lejohen gabime të tilla siç ndodhi në ndeshjen e fundit ndaj Laçit, por të finalizon aksionet me gol dhe ekipi të kthehet në shtëpi me rezultat pozitiv. Megjithatë, kjo mbetet për të parë vetëm pas përfundimit të 90 minutave të lojës së rregullt. Skuadra e Burrelit vijon të jetë pozicionuar në vendin e 5 në kuotën e 26 pikëve, ndërsa ekipi i Lushnjës pozicionohet në vendin e 10 me 20 pikë të grumbulluara në 20 javë kampionat. Ndeshjet e zhvilluara këtë të shtunë përfunduar në Laçi luftëtare 1-0, Kukësi Besa 1-0, Pogradici Korabi 3-1 dhe Iliria Polonia 2-0. Ndeshja mes Skënderbeu dhe Kastriotit është luajtur të premten dhe ka përfunduar me rezultatin 2-1. Korçarët kanë blinduar vendin e parë me 47 pikë, ndjekur nga Laçi me 42 pikë, ndërsa në fund të tabelës qëndrojnë luftëtari me 15 pikë dhe Kukësi me 12 pikë.